për atë çfarë ato kërkojnë. Pas asaj që ato kërkojnë. Vajtja e këtyre të dyve atje është thjesht në atë aspektin që shikon në rast se juve nuk pranoni atë çfarë them neve, opsioni tjetër është ushtarak. Por kjo nuk ndryshon asgjë gjë për Iranin, pasi Irani prej fillimit e ka parë që në momentin e vendosjes së trupave amerikane rreth Iranit, pra opsioni vetëm është vetëm ushtarak, nuk ka opsion tjetër. Dhe ky opsioni ushtarak pastaj varet në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të hyjnë apo s'do të hyjnë këtij opsioni ushtarak. Po, më bën përshtypje dritan që po afrohen edhe bombardues B2 me çpasë, do të thonë po vinë edhe bombardues që janë në gjendje të mbajnë koka bërthamore. Shko, do të kemi një parasysh. Nuk do të kemi një sulm bërthamor për arsye se për të pasur sulm bërthamor nuk është e nevojshme të vinë avionat B2 dhe të veprojnë me bomba bërthamore ose me këto tjerat. Pra, lëvizja e avionëve B2 dhe lëvizja e bombave bërthamore deri me datë 5 ka qenë e sankcionuar në aspektin që në rast se do të lëvizin, palët duhet të njoftonin njëra tjetrën, pra amerikanët duhet të njoftonin rusët. Nëse do kishim lëvizje. Nëse do kishim lëvizje të tyre. Dhe bombat bërthamore nuk lëvizen dot në aspektin sot për nesër. Pra nuk i lëviz dot bombat bërthamore në aspektin sot për nesër. Pra, do një përgatitje të madhe, do të përgatitje të madhe atje ku do t'i çosh duhet të ketë kapacitete të mbajtjes tyre, të qëndrimit të tyre, të vendosjes tyre. Pra nuk mund të bësh në mënyrë tjetër. Prandaj nuk kemi lëvizje të bombave bërthamore në këtë aspekt. Nuk ka për të pasur goditje ose përdorim të bombës bërthamore as nga ana amerikanëve dhe as nga ana do kujt tjetër. Si kjo do të sillte, do të kalonim në një fazë tjetër shumë të çne në këto terma dritan. Po ka edhe janë mbledhur rreth 1500 raketa Tomahawk. Kishte informacione. Nuk janë 1500 raketa Tomahawk. Çdo kush që ka dhënë atë informacion e para nuk e ka haberin se si funksionojnë raketa Tomahawk dhe e dyta nuk e ka bërë për çështje të propagandës, pra asgjë tjetër. Pra janë ato, sa e kam thënë disa herë, shtypi është kthyer tashmë kryesisht shtypi perëndimor është kthyer në një propagandë të pastër. Goebbelsi do ta kishte zëli propagandën që sot bën shtypi perëndimor. Nuk janë 1500 Tomahawk, në total aktualisht rreth Iranit janë diku rreth 1380 raketa, pra lloje të ndryshme raketash, në cilat përfshihen edhe Tomahawk. 1380 raketa. Po, ato janë pasi një grup sulmues, pra një carrier strike group që ata kanë çuar atje, kanë çuar vetëm një nëndece me një grup shoqërues tanish etj etj. Kanë në total diku rreth mund të shkojnë 200 raketa Tomahawk, pra nuk ka. Plus këtyre raketave Tomahawk ju shtohet edhe dy nëndece të cilat kanë vajtur, të cilat kanë secila nga 110 raketa Tomahawk, pra edhe 220 raketa të tjera Tomahawk. Pra kaq është kapaciteti i raketave Tomahawk që një carrier strike group posedon. Por posedon 420 lloje raketash të tjera sulmuese, pra tokë që sulmojnë nga ajri në drejtim të tokës. Sa janë raketa që përdoren 420 raketa që përdoren nga avionët të cilët ndodhen në aeroplanbajtsen Lincoln, Abraham Lincoln. Plus duke llogaritur këtu edhe 150 avionë të tjerë të cilët ndodhen në bazat e tjera amerikane. Ata 150 avionë që ndodhen në bazat amerikane vetëm 80 për tyre mund të përdoren për të sulmuar, ndërsa pjesat tjetër do përdoren për të mbrojtur avionët që sulmojnë, pra në këtë aspekt. Dhe këta 80 mund të lëshojnë edhe këta 460 raketa të tjera. Pra që quhen raketa air-tok, pra raketa sulmuese. Pra në total gjithë numri i këtyre raketave shkon. Pra në 155 ka standard raketa një Tomahawk, një nëndece së bashku me dy anije shoqëruese që janë dy anije të dy klasave, klase Aegis dhe klasi Burke. Të dyja këto së bashku kanë 155 dhe 135 njëra raketa Tomahawk. Ky është numri i raketave Tomahawk që kanë. Regjia duhet i kem pamjet e raketave Tomahawk se duke qenë se janë dy nëndece, pra normalisht një carrier strike group ka vetëm një nëndece, por kanë vajtur dy nëndece, është përforcuar. Një nëndece kanë 110 raketa Tomahawk, pra i bie 220 raketa Tomahawk për të dyja nëndecet. Kanë 420 raketa të tjera që përdor aeroplanbajtja, pra që i vendosen nën krahat e avionëve të cilët bëjnë goditje, se ka diku te 75 avion nëndecja, ajo aeroplanbajtja që mën. Pastaj kemi 150 avion të tjerë që kemi në rrethinat të gjitha bazat amerikane në linjën e mesme që janë vendosur, dhe ata 80 prej tyre përdoren për goditje, ndërsa 70 prej tyre do të përdoren për mbrojtje. Dhe ata përdoren diku rreth 420 midis 460 raketave të tilla, pra në total numri shkon 1380 cop raketa. E qartë. Pra ky është numri që ata kanë. Regjia, kjo është tjetër, kjo është për raketat e Iranit. Jo Tomahawk.
Pra, së bashku me Tomahawk, këtë raketë, numri shkon ja 1500 maksimumi. Është numri i sasisë të raketave që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë në gjendje për të goditur Iranin në atë rajon. Aktualisht. Po, aq është numri i raketave në total. Po të hyn edhe Tomahawk. Është raketa më vdekjeprurse se Tomahawk për Shtetet Bashkuara. Apo ndoshta për Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të jetë më vdekjeprurse, por nuk është raketë më vdekjeprurse se Tomahawk. Pra nuk është ofensive. Është ofensive, është goditse 1000 kilograme ka ato, pra nuk është se ka ka raketa iranianët, kanë raketa të cilat kalojnë kanë peshme nga 2000 dhe 3000 kilogram eksploziv koka, pra nuk është në atë kapacitet, por është një raketë që raketë me rrezet mesme veprimi edhe me ato që ndodhen aktualisht në lindjen e mesme janë me rrezet mesme veprimi dhe janë të manovrueshme, pra kjo është ajo çfarë janë raketa të manovrueshme, pra mund të manovrojnë edhe pse ka radari, ato mund të manovrojnë dhe është çike vështirë për t'i goditur ose për t'i rrëzuar. Por që nuk do të thotë që janë patjetër vdekjeprurse në pra. Ndërkohë Irani, drejtan, ndërkohë që flasim për Tomahawkët, Irani ka nxjerrë regji atë videon që ishte përpara, jo atë që të thash. Ka nxjerrë një raketë balistike që mund të hidhet, ja, këto janë pamjet, drejtan, që mund të hidhet nga deti. Kjo më bëri përshtypje sepse lexoi si një zhvillim shumë i rëndësishëm. Është hera e parë që ka demonstruar, që po demonstron publikisht për të parë. Irani ka deklaruar disa herë më përpara dhe edhe njoftimet kanë qenë që Irani i ka rritur kapacitetet për lëshimin e raketave nga deti, pra që lëshojnë nga nëndecet, deri më sot këto janë marrë si fjalë, pra nuk janë marrë pothuajse totalisht të vërtetuara, pasi nuk ka pasur një lëshim të tillë nga një nëndecë në det. Hera e parë që Irani po e bën këtë lëshim dhe ky është një lëshim demonstrativ për treguar që kemi kapacitetet të lëshojmë edhe nga nëndecet. Pra kjo do të thotë që këto asetet amerikane që ndodhen në lindjen e mesme, në Oqeanin Indian, janë më shumë të rrezikuara tashmë absolutisht, sepse nëndecet mund të afrohen shumë afër dhe mund të lëshojnë raketa të tilla, të cilat mund të jenë shkatërruese për çdo lloj baze amerikane në rajon. Çfarë janë këto drejtan tamam? Çfarë lloj raketash se duhet atë po kërkoj? Sepse konsidero që ta lexoj kështu se çfarë thuhet. Kjo është diçka që e ka shqetësuar jashtëzakonisht Pentagonin, sepse tashmë ka filluar dhe shqyrtimi për këtë variabël të re të luftës. Pra pikërisht për kjo është sepse në rast se do të bënin llogari vetëm sepse deri më sot është bërë llogari vetëm raketat që lëshohen nga toka, nga Irani. Dhe ti mbas atyre raketave për llogarit distancën, për llogarit sasinë e raketave, kapacitetet e tua dhe kohën. Pra në rast se ti llogarit që një raketë iraniane do të vi nga Irani në bazën e Al-Udeidës 15 minuta, pra kjo të jep kohë për mbrojtje, të jep kohë për lëvizje, për gjithçka tjetër. Ndërkohë që tashmë është vërtetuar që lëshohet edhe nga nëndecet dhe nëndecet mund të dalin në ujërat ndërkombëtare dhe nga ujërat ndërkombëtare kjo një raketë për të goditur bazën e Al-Udeidës nuk duhet më 15 minuta, por duhet minimalja 7 minuta. Pra është koha ajo cilën dhe në koha nuk të jep mundësi që ti të arrish të bësh mbrojtje në kohë. Pra raketa është goditse dhe vala e parë goditse raketave po të jetë nga këto të cilat fitojnë në kohë, pra shkatëron kapacitetet tua mbrojtëse kundra dhe pastaj raketat e tjera që vijnë nga Irani mund të lëshosh në çfarëdo lloj kohe, sa do lloj kohë të marrin nuk ke më kapacitete për të përballur me to. Pra kjo e komplikon goxha situatën. Absolutisht e komplikon situatën për arsye sepse është një terren gjiri i Hormuzit edhe komplet në gjirin e Hormuzit edhe deti i Omanit, që llogaritet gjiri i Omanit atje, nuk është një det shumë i cekët, pra thellësia shkon deri në 75-100 metra, edhe ka disa vende 150 metra dhe nëndecet amerikane nuk mund të hynë në këtë territor, sepse është shumë cekët për to. Nëndecet amerikane që shoqërojnë aeroplanbajtjen nëndecet amerikane nuk mund të hynë në to që të arrijnë të identifikojnë se ku ndodhen nëndecet iraniane. Kurse Irani ka nëndecet të vogla të bëra vetëm për këto lloj ujërash, pra vetëm për këto lloj ujërash të cekta. Nga këto nëndecë lëshohet raketa, ja siç edhe po lëshohet raketa. Pra kjo e ndryshon komplet rrjedhën po ndryshon skemën e mbrojtjes, kapacitetet e mbrojtjes, pra i bën ato më vulnerabël, i bën ato më të paafta për të mbrojtur total. Pra në rast se deri tash është llogaritur që në rast se Irani ta zëm, se nuk po them, nuk e di se kanë llogaritur, po ta zëm në rast se me raketat e Iranit është llogaritur që vetëm 20% e raketave të kalonin,
Pra nga 100% të lëshon, vetëm 20% mund të kalojnë 80% i rrezon, tashmë me këtë sistemin e ri të lëshimit, me afrimin e re, me mënyrën e lëshimit nga deti të raketave, kjo e shton edhe për 20%, pra aty ta përgjysmon mbrojtjen gati 40-50%, sepse absolutisht është çështje kohës. Primarja është koha, pra çdo gjë është kohë. Koha është baza. Në çdo gjë, si te njeriu, Zoti ka përcaktuar që koha është kryesorja. Neve i kemi dhënë rëndësi ushqimit. Po në realitet është koha për çdo gjë. Edhe në ushtri është koha, edhe në jetë civile është koha. Pra këto minutat që kalkulohen. Dritan, ndërkohë palët sikur janë futur, domethënë në këtë propagandën, dhe unë jam dakord me ty sepse gjatë kësaj periudhe kemi vetëm mesazhe të këtij lloji, ku në fakt Netanyahu vetë vlerëson Dritan si shumë të rrezikshëm faktin që Irani sot ka në dorë pikërisht raketat balistike, që për Izraelin janë një arsye për ta goditur tashmë edhe me iniciativën e vet unilaterale Iranin, për shkak të situatës. Kjo është video. Duhet kemi një gjë parasysh atëre. Video e Netanyahu e ka postuar vetë Netanyahu. Duhet kemi një gjë parasysh. Në aspektin primar, pra Netanyahu flet në aspektin primar, të asaj i cili ka kaluar eksperiencën e goditjes së këtyre raketave. Edhe pavarësisht se dëmi që kanë bërë këto raketa në Izrael, është mbajtur i fshehur shumica e dëmit. Pra aktualisht vetëm 30% e dëmit që kanë bërë këto raketa është bërë publik. Nga ana e Izraelit. Nga gjithë perëndimi. 70% e dëmit nuk është bërë publik. Por ama si kryeministri i vendit ai e di shumë mirë se sa shkatërrues është kapaciteti i raketave iraniane. Për këtë arsye ai flet first hand, pra. Dorë parë e asaj që e ka provuar. Ja ku i ka që i kanë nxjerr tani raketat balistike. Që e ka provuar fuqinë dhe kapacitetin e këtij sistemi raketor. Pra flet në këtë aspekt. Pra nuk po thot diçka që po egzageron dhe vërtet ato kanë kapacitete. Po, kjo është. Para, kurse më faktin thot që neve do ta sulmojmë vet, pra çfarë bën? Sulmi vet. Izraeli është i qartë dhe i vetëdijshëm edhe Netanyahu që shteti genocidial i Izraelit nuk mundet në asnjë moment t'i shkaktojë dëm Iranit i vetëm. Por ai e thot do ta sulmojmë vetëm në mënyrë që po se bët juve, do ta sulmojmë dhe juve, po prap do vini me neve, pra sepse jeni detyruar të bashkoheni neve. Pra zgjidhni pra duhet sulmuar patjetër, sepse qëllimi është, do të kemi gjë parasysh, sulmi që Irani dhe që Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës do t'i bëjnë Iranit nuk ka të bëjë me dëmtimin e kapaciteteve, sepse kapacitetet nuk ja dëmtojnë dot të gjitha. Pra mund t'i dëmtojnë disa kapacitete, po jo të tëra kapacitetet. Është e pamundur t'i dëmtosh kapacitetet e lëshimit të raketave Iranit. Por bëhet në mënyrë që të shkaktojnë sa më shumë dhe do jemi në rast se bëhet, se unë jam bindur që do bëhet, por në rast se goditja do bëhet pa marrëveshje midis palëve. Pra nuk do arrit një marrëveshje midis palëve, siç u arrit në atë 12 ditorshin. Dhe për ta vërtetuar këtë që u arrit në 12 ditorshin, se mund të thonë njerëzit që po ja fusim kot. Dje ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan ka dhënë një intervistë për CNN turk. Po. Dhe në atë intervistë ai pyetet direkt, a ka pasur njoftim Irani për sulmin? Dhe ai thot po. Një ditë para se amerikanët të sulmonin Iranin, pra të sulmonin Iranin në pikat e tyre bërthamore, më ka marrë Marco Rubio në telefon dhe më ka thënë që njoftoni Iranin dhe thoni që të bëhen gati se do të vi një goditje e fuqishme brenda 24 orëve. Dhe unë thotë kam njoftuar Iranin për këtë goditje, që normalisht dije ku do jepë goditje. Pra ka qenë e paralajmëruar goditja. Pra e thotë me zë me figurë ministri i jashtëm i Turqisë. Pas intervistë, regjia, më kthe pak tek ajo foto, lutem se. Prandaj them që jemi në aspektin që në rast se nuk bëhet si në këtë rast me marrëveshje, pra qëllimi është që po u bë pa marrëveshje të goditen sa më shumë objekta civile. Pra Amerika dhe Izraeli do godasin sa më shumë objekte civile në mënyrë që të shkaktojnë sa më shumë dëm te popullata dhe popullata të ngrihet dhe të rrëzojë qeverinë. Qëllimi i tyre është ndryshimi i qeverisjes. Ata janë të vetëdijshëm që me kapacitetet ushtarake që kanë në rajon, nuk munden asnjë mënyrë të shkatërrojnë kapacitetet ushtarake, pra mund të shkatërrojnë 30 deri 40%, ja 50%, më shumë se 50% kapacitetet ushtarake të Iranit nuk shkatërrojnë dot. Edhe këtë po japim për hatër 50%. Për gjithë ata që thonë Amerika është më e fuqishme. Ka humbur fuqia Amerika, nuk është më ajo që ka qenë. Ka mbaruar, ka 15 vjet, 20 vjet që nuk është më ajo që ka qenë Amerika.
është plakur. Pra shumë e thjeshtë. Amerika është plakur. Pra në aspektin më të thjeshtë të asaj. Është e plakur. E gjithë armatimi, municion, gjitha që ka është i plakur i përket viteve 70-80. Nuk është e re, pra nuk ka asnjë gjenerim të ri. Dhe qëllimi është të shkatarë, pra që të ngrihet populli dhe të rrëzoj qeverinë. Pra qëllimi është ndryshimi i qeverisë. Sa më shumë dëme që populli ngrihet dhe të rrëzojnë ata qeverinë. Dhe të kemi ndryshim qeverie nga brenda. Pra për këtë arsye do bëhet edhe sulmi nëse do bëhet. Ose në rast pastaj të shkojmë një sulm të përllogaritur, të marrë vdesh. Me që ishim të sulmi dritan Hakan Fidan, mbrom, ka thënë që e ka përjashtuar mundësinë e ndryshimit të regjimit të Iranit përmes sulmeve ajrore. Nuk e ndryshon dot regjimin nëpërmjet sulmeve ajrore në aspektin që po godasin dhe po eliminojmë regjimin. Pra me goditje ushtarake nuk e eliminon dot gjithë regjimin, sepse nuk kemi të bëjmë me një organizat të armatosur, pra një organizat politiko-ushtarake që ka dalë dhe që pretendon merret me politika, ajo po ti mundi vrasësh 1-2 lider, 3 dhe mbaroj dhe organizata shpërbën, nuk ka më se koka është. Këtu kemi të bëjmë me një shtet dhe me një shtet mijëravjeçar. Dhe në një shtet hierarkia funksionon si horizontale dhe vertikal. Dhe kapacitetet për t'i vrarë të gjithë ta zënë është e pamundshme. Pra ti duhet eliminosh të gjithë, se edhe plus e dyta nuk e di se kush janë pasuesit, plus e dyta Irani ka ndryshuar shumë para 3 ditësh. Ministri i Mbrojtjes i Iranit doli në një intervistë në televizionin publik iranian dhe deklaroi që kemi ndryshuar totalisht strukturën ushtarake të Iranit, strukturën komanduese ushtarake të Iranit, përfshi këtu strukturën e forcave ushtarake të tyre të thjeshtë dhe të gardës revolucionare. Dhe kjo strukturë, ka thënë, për arsye të sigurisë kombëtare do të mbetet sekret. Pra ata kanë ndryshuar strukturën e komandimit. Tashmë nuk e di se kush është komandanti, si funksionon, ç'është dhe duke mos ditur këtë, ti nuk di se këtë godasësh. Pra ka ndryshuar komplet kjo strukturë. Kjo është e gjitha dhe për këtë dhe Hakan Fidani thotë që është e pamundur që ti me anë të goditjeve ushtarake direkt të rrëzosh qeverinë. Por goditjet ushtarake mund të përdoren për të goditur më shumë objektiva civil, për të bërë sa më shumë dëme në jetën civile. Për këtë se ka problem, sepse edhe Amerika edhe Izraeli janë dy shtete genocidiale, pra mjafton të shohësh se çfarë bën Palestinë, pra nuk është asnjë gjë e çuditshme për këtë. Shtetet genocidiale kanë qenë të dyja gjithë jetën dhe vazhdojnë të jenë. Dhe do godasë sa më shumë objektiva civil që populli pastaj të ngrihet të rrëzojë qeverinë. Por me anë të forcës ushtarake është e pamundur. E vetmja gjë që ti mund të bësh, pra me anë qeveria ndryshohet me forcën ushtarake, vetëm në rast se ti vendos çon trupa në terren. Trupa në terren nuk ka mund të çojë askundësh komplet diçka tjetër. Dritan, ajo që më bën përshtypje është edhe një lajm tjetër që prandaj tash jemi në fazën e lajmeve dhe më shumë duhet përmes këtyre lajmeve të kuptojmë domethënë pozicionin real të asaj që po ndodh në terren. Që Irani mund të përgjigjet me 2000 raketa njëkohësisht. A jemi këtu edhe këtu në kuadër propagandës? Nuk e di, për 2000 raketa do të kesh 2000 shtratë lëshimi. 2000 shtratë lëshimi janë shumë. Unë nuk mendoj që Irani ka 2000 shtratë lëshimi, por Irani mund të ketë nga 500 deri në 800 shtratë lëshimi, jam i bindur që i ka. Po, edhe i pam të lufta 12 ditore. Do ka shtratë lëshimi. Nuk përdoren në gjatë luftës 12 ditore 100 diçka shtratë u përdoren, pra nuk përdoren shumë shtratë. Një shtratë është vetëm një goditje. Një shtratë lëshon një raket, pra. Vetëm një raket në 24 orë apo? Jo, një raket varet se sa kohë, pra një raket sepse iranianët çka kanë bërë? I kanë bërë të lëvizshme shtratët e lëshimit. Dhe raketat e tyre janë në atë kategori që mund të ngarkohen kollaj dhe shpejt, pra ti për të vendosur një raketë, një shtratë lëshimi i Iranit i duhet vetëm gati 1 orë e gjys. 1 orë e gjys 2 orë. Pra në këtë kanë mbërritur në këtë pikë. Pra ti mund ta përdorësh sa shtratin, brenda 24 orëve ti mund ta përdorësh 12 herë. Ta thënë për është 2 orë koha për ta ndryshuar, për ta vendosur një shtratë. 12 herë një shtratë brenda 24 orëve. Këto janë dritan apo? Po ky është shtratë lëshimi. Pra ky është një shtratë lëshimi. Pra ky është një shtratë lëshimi. Mund shkojnë. Janë të lëvizshme, vendosen kudo ku të duash. Prandaj unë mendoj që ata që kanë thënë 2000, unë them që brenda 24 orëve ka kapacitete për të lëshuar 2000 raketa. Sepse duhet të arritur që një shtrat mund të lëshojë minimalja 12 raketa. Ndoshta mund të ketë raketa të cilat mund të duan edhe 1 orë kohë për të ndryshuar, pra për të lëshuar një dhe vend, po unë po them 2 orë do normalisht, pra në aspektin normal të raketave kryesore. Pra mund të lëshosh 2000 raketa për 24 orë.
Po nuk mendoj që ka 2000 shtrate lëshimi, se 2000 shtrate lëshimi thonë 2000 automjetet të tilla.